Lumi Vardar ka dal nga shtrati duke shkaktuar përmbytje në fshatin Strimnic të komunës së Zhelinës. Si pasojë e rreshjeve të dendura, uji ka depërtuar në disa obore dhe shtëpi banimi, duke shkaktuar dëme materiale dhe shqetësim tek banorët. Niveli i ujit është rritur ndjeshëm, ndërsa rrjedha e lumit ka dalë jashtë shtratit të zakonshëm, duke përmbytur sipërfaqe bujqësore dhe zona të banuara. Banorët shprehen se situata është e vështirë dhe kërkojnë reagim urgjent nga institucionet përkatëse. Sipas autoriteteve të kësaj komune, dalja e lumit nuk ka shkaktuar dëme, por është një situatë që përsëritet çdo vit dhe thanë se ekipet e tyre janë në terren për të sanuar gjendjen. Nga mëngjesi së bashku me drejtorin e ndërmarrjes publike komunale, kemi qenë në terren për të inspektuar pas rreshjeve të shumta, vërshime gjithsesi dalja nga shtrati i lumit Vardar. Fatmirësisht ka dalë vetëm nga shtrati dhe ka disa toka të vërshuara, nuk ka dëme më të mëdha të raportuara material, as në shtëpi apo